ata janë njerëzit më të degeneruar në vend. Janë njerëzit më të poshtër, më të paftyrë, më të pa identitet. E njerëz të cilët nuk kanë karakter, nuk kanë ardhë dashuri, nuk kanë din, nuk kanë moral, nuk kanë njerëzëllok, nuk kanë ftyrë, nuk kanë moral, nuk kanë kur gjatë, asë gjë s'ka. Dhe fatkeqësisht nuk kanë të ata. Ata kanë dinin dinar, sikur që shumë të tjerë. Pse e klikon të keqen? Pse klikon të keqen? Pse i bën argat të keqes të shëmtuarës? Pse? Çështja më e lehtë është mos me këqyrë. Mos me këqyrë. Duan të varrosin traditat tona, fetare, kombëtare. Çdo njerëzëllok që kemi pas në shqiptarët, si popull shqiptar, duan të shvarosin, të ta hjekin, të shtukin. Kështu që ata njerëz të këqi. Ata njerëz futen në ajetet kuranore, disa ajete ndërto. Ata të cilët duan të përhapin fesad, të përhapin immoralitet. Mbrana shoqërisë islame, shoqërisë ku jetojmë, për ta ka dënim të dhimbshëm dynja dhe në ahiret. Po, ai i cili përhap një të keqe, punon me përhapa të keqe, në një shoqërisë ku shoqëria jo le ta din dhe mos ta harron se kam ja shiju i madh Zot një dënim të dhimbshëm dynjat para se më shiju në ahiret. E ndashim me vërtetu, përcillni, e këqyrni çka kam i bë Zoti. Këqyrni çka i bë Zoti. E Zoti s'gutet, ja në gutet dore kaj, nuk në gutet.